Dielli mund të shkaktojë stuhi të fuqishme në tokë që do të sillin ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike dhe të orientimin e sistemit satelitor GPS. Ndërkohë që dielli është pothuajse në kulmin e ciklit të tij 11 vjeçar të shpërthimeve, shkencëtarët thonë se stuhi të forta mund të vinë në tokë. Shpërthimet duken si njolla diellore dhe shkencëtarët thonë se do të ketë shpërthime masive të koronës. Stuhia më e fortë gjeomagnetike diellore goditi tokën në vitin 1859, duke shkatruar sistemin telegrafik të komunikimit. Megjithëse jo aq të fuqishme sa ajo e vitit 1859, stuhi të tjera diellore kanë shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike, linja telefonike, kanë prishur shërbime satelitore dhe kanë bllokuar valët e radios. Në ditët e sotme, stuhia mund të jetë më shkatrimtare duke pasur parasysh varësinë e botës tek rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike. E gjithë vëmendja përqendrohet kryesisht në Amerikën e Veriut. Rrjeti i energjisë elektrike, satelitë, trafiku ajror, astronautë dhe tubacionet e naftës janë tepër të prekshme nga moti i hapësirës. Amerika e Veriut është veçanërisht në rrezik për shkak të formacionit gjeologjik dhe infrastrukturës së vjetëruar. Shpërthimi masiv në koronën e diellit lëviz nëpër sistemin diellor me shpejtësi nga 3 milion në 5 milion kilometra në orë, domethënë mbërrin në tokë në më pak se 2 ditë.